Hi, unë jam Kashi. Përshëndetje, jam Ari. Mirë se vini në kanalin ton një kafe me biçat. Biçat! Tema shumë përfolur, tepër, këtë bota e ka përfolur sa që edhe mediat gjermane kanë folur për atë. Janë zgjedhjet e Kosovës. Para mendoj a jena më të filmu? Para të kontrolloj. Po, jena të filmu. Ka dole se pa të kup gjallojnë. Apo doket, a? Po, shumë, po, më duket po të dëke shumë nice. Po, hajde. Nice. Sot ka vakti më martu. Unë e kam një pyetje. Hajde. A menon që është weird, domethënë e çuditshme, që diaspora, sidomos meshkujt, janë çka të kallët mas Albinit. A kam postera këtë kreveti? Tipshtë. Like Britney. Më dhëmë të nejës. Më dhëmë nejës mas televizori për me televizori. Si këtë njerët, asë që kam pas postera dhe Justin Bieber, Harry Styles. A thu që, a kanë ajo? Nuk e di në sa është çuditshme të qenë. Admin, e di që diaspora kanë flamura të Shqipënisë gjithë në përdhoma, në gjithë. Po ka mundësi që dhe gatë flamurit edhe kanë edhe jo krejt, në ma që jo krejt njerës. Po diaspora, disa diaspora, se dyqysh dikosh në Kosovë me pas flamur. A thua ka në Kosovë, dikosh që ka flamurin e Kosovës edhe asin në dhomë të në qetë? E kanë kështu si emblem. Po dhe emblema ma kështu të madha, për të kështu në murim. A më nashos kish najt ketë që ke kaltër në tja fut të verdhë që të a më para mëne flamuri Kosovës me pas ngjyrën që shtot në bëllë të kaltër, të kishë ma mirë, ma royal blue, se ka dyqysh si ma qeltë më do kodar. Ko gjatë në bëllë të ka Ikea, ase ka dyqysh si... Zdi që ta shtë kujto, s'pedi bash nuancën e sakt flamurit, unë e kisha do shtë ma të më bëllë, dyshka shumë. Po dhe ma electric është. Po dhe ma electric. Me bo kërkesën më i? Po e pranojnë, a? Pranojnë me pranojnë. Edhe yllat me i bo me glitter. Shine kështu. Dur të shqipun Jo që po mja po shqipun njës do thaj. Ja, pak është weird, është cringe, dy qysh adi tu i dhonë shumë zarë, qysh ka dale njëre. A mi në fundit është. A e dojnë ma shumë babën e vetë, a babën Albin? Do ty besoj që... Besoj që babën Albin, se kanë shumë trauma nështë. Do. Një shumit se popullet shqiptar nuk e di qash është një api babës me një fjallë, nuk e din. Se baba shihet si person shumë i fortë dhe që s'ka nevoj me shprej dashnime ndaj djallit ose fëmis. Për shumë ka shumë e njeri që kur të babën e vetë se ka qafë që është shumë fucking weird. Nano më stani, nano, djali o me mu. Nano më stani, nano, unë atë e du. Apo që ke? Oh my god, gay. Thu që do më thonë nuk e kam posterin. S'besoj që kam postera. Jo, do besoj që kanë. Po thua? Po. Okej. Nejse. Tjetra është pse disa të ri, qëtar që i kum një, s'pi pëlqen më vetë vendosja, edhe pequin shumë, do më thonë, Albinin radikal. Po edhe unë që është kërkesh në Kosovë për vitëri e vrejta që do më thonë njerëzë që jetojnë atë, e kanë një ndryshu një mendem, e kanë pas ma ndryshin fillim, për që e kanë ndryshu për vetë vendosin / Albinkën. Unë e shëfë Kosovë si një shtetë shumë pa regla. A pëden, do më thonë s'ka regullat nuk eksistojnë. A më qëta është jenë bo shumë regula. E pse exactly. Bash, kur jenë bo qëta është regullat, shumë regula. Nuk e di, kjo është vishme po quen si radikale. Është njërë... Mos të prëvanin shpe. Do me thonën, një sen që pëngon shumë Kosovë që s'ka regula, do me thonë që është nuk e di që ndodhë, për edhe si shtetë, si qytetë nuk ka regula, se cili bën që a dënë, a bëden. S'ka, për shambull që ka kujtohet para një vite hypa në taksi edhe ai taksisti janë si mua anku. A jashtë ja po e kam bo dënimin për rëp 60 euro asë në Zvicër nuk është kështë, dyqysh është shumë edhe nuk mundet më komentohet kësa në Kosovë. Edhe një thash pa një debat se s'pev në rrypin edhe s'ki nevoj për me menu për atim. Se do në mendoj. Se s'pev në i ke rrypin? Se e pengon rrype. Së më ka lidh mu shka. Po dhe, o e pengon rrype, dyqysh. Beq, për qatë sen u bë rrype, me bo me ta mshu dikush del për dritare. Do me thonen, që kjo regull, do me thonë trut njerëzve, janë dhe sene primare që janë bo për me të një mu ty, ose shnetën tënde, ose me të mbrojt nga një aksident. Shqiptari o që se
e prek rrypin bark ose në gjëks i pengon. Që është shumë budallaki. Edhe jam shela gojën, do më thonë, i thash, e pse pra se vënë në asje? Exactly. S'ke nevoj për me fol. Duhet me ta bo dënimin, se nëse s'ta bën dënimin 60 euro, 100 euro ti nuk e vënon. Edhe das. Ama do më thonë, a thu, a janë qëto regula që Albini është, ose dhimbje. që shtojnë, ku vendi është të mënu me bë shtetin me regula, qeveria është të mënu me shtirë regula që një popull me jetu me regula edhe ative si pëlqen, është një ndryshim shumë i madh radikal, apo ka arsye tjera? S'po di unë s'pisha që të arsye tjera, nashta ka ata që jetojnë Po dhe nashta ka ata që it's different, apo kuptan, unë jem rrit atje, nuk është po me den 20 vjet, jem kom jetu në Kosovë, kështu që që do që tham, guxej edhe me thonë vetë se vitet e fundit nuk jetoj mo atje, prap ma e drejtën se fëmirin dhe qyshe kum qu atje. Exactly. E kështu që ne e sha, do më thonë me krasu tepër, qëfar luge u konë halo ma shumë atëhere. Në fillim u konë a culture shock për shembull, kur vjen për një veni që do më thonë nuk ka shumë regula, edhe për shembull ku ardh këtu, tepër shumë regula, edhe obviously nuk tu kanë përshtat. Edhe s'kan pëlqy. Obviously u konë tepër shumë sene kjo, amo, s'ke pas qare, mas një kohë, të qysh je ambientu, edhe tash të jetën e kish shumë easy. Shumë është ma lehtë. Shumë se është dyqysh gjithë qka e mendume, apo kuptan? Po dhe planifikume. E planifikume, edhe në venin e duhën. Edhe still ki ko për sa në spotane. Exactly. Edhe s'ki me nevoj me menu, a me parku kjerin qëto, a mos me parku kjerin qëto. Është këtë tranzicioni. Exactly, atje që jenë të e kalu që këtë tranzicion, përsa ashtu do këtej për radikal, se njëti sen, kur ku mardhe në këto, më ka do këtej për radikal, edhe ko një tranzicion, ku do më thonë këtë kam pas faj përveç meje, deri sa e kom dojnë këtë anën kër e kom kuptu, që kjo është ma nice, qëto regula, që kjo lifestyle, apo kuptan, edhe ata tash janë qatë tranzicion, e kur të kalojnë, besoj që kanë me kuptu që është ma nice. Mendoj që për me ndryshu një mentalitetin e një poplit është kur i bën dënime job me pare. Se shqiptari pa hu pare, definitivisht nuk e ndryshon gjithkon, jo veç atje. Po dhe everywhere. Exactly. Ja fut fucking ama do me thonë pa ja bo dënimin e madh nuk ndryshon. Topic numër 1 që mu fucking irriton çdo herë është bërlogje në për Kosovë. Bërlogje në Prishtinë, bërlogje në Gjilan, bërlogje rrugas në Katunev, ka bërlog gjithka. S'ka rregullat bërlogit. Ai sen do të me rregullu. Pa sikur këto. Që shash për cigarë, për bërlog nuk ka dënim në Austri për bërlog se kur kush nuk ka rrallë që e gjumë dikush shishën tokë. Se ki shportat bërlogit çdo 30 metra vlla. Në këtë vjenën. Ka distrikte aty që nuk ka që shumë, po jemsu mentalisht. Me gjujt, filterin e cigarës në tokë 50 euro e gjoba. 50 euro. E ka shoqën Elif e ka pagu qëta. Po dhe ka pagu. Mu një arën pa të nëzoma pa të në falë që ju më konë shumë e ri. I thesha, baba, se din qpis që e piduanin edhe me bo më shku t'inimi, mangull. Edhe ma pa të falë. S'ma pa të shku për mi të pa të more këtë në fund. Do me thonë, për me bo regula dosh me fut një gjopë. Se bërlogi është një temë shumë e madhe në Kosovë që është jashtë kontrolës. Është në këtë Ballkanin, po mos pum ha bëta që ndodh në këtë Ballkanin, po pum ha bëta që ndodh në Kosovë me një fjalën. Ai sa ndosh me asi se jena ai bërlogi fliq qytetin, shtetin, katunin tënd. Është unë rrugës Ngilan i kam dajt me një katun, do më thonë me kërë hec, qatë që paramenëje, ju në qu shteti e kanë mbyll një pjesë ku u konën sikur munal me kërë, me bo pa uz, se u mush këtë bërlog, do më thonë, dikush e merë thesin e bërlogit, prej shpis e shtin kërë, edhe do më thonë rrugës për Gjilan, e gjumë për dritarës, komplet thesin, ose nale që ato edhe gjumë bërlogin. Ajo është sen jashtë normales, është merë. Shteti nuk u që me pastruat pjesë, po visha kanë vënu një tel. E kanë lënë bërlogin aty, ama edhe në anën tjetër se kur ta shef shqiptari që ka bërlog, e qel gjomin, e gjumë bërlogin. Do dënim 200 euro. E fryve, se shumë mund zejtë daj, shumë mund zejtë shumë. Nese. Shumë nervaz. Që kjo ka ty pëse më ka lodhë goja, më ka tërë, kuj kena mëj kafet? Na të fol një kafe me biçat, kafe që kërka, pret mi ti marrë kafet. S'ka mo tema për sat. Kush kafe? Që bebona cheers, si tëngë.
Nejse. Si kena hi shumë fell. Po, hajtë se bot, mirë, në Kosovën e lirë. Kështu gjithë na pa të në thonë, po kanë harru se mund t'ju kanë. Ej, Shukon. gëzuar. Cheers. Shihemi në episodin e ardhshëm.